Punëtorët e trafikut urban dhe atij publiko-privat edhe këtë hënë u rikthyen mes komunës së Prishtinës dhe qeverisë, aty ku tash një javë po kërkojnë një përgjigje. Dy institucionet vazhdojnë t'ja hedhin faj njëra tjetrës për mos alokimin e mjeteve të destinuara për ndërmarrjen. Edhe pse javën e kaluar, Asambleja Komunale miratoi bartjen e 28 milion eurove nga viti 2024 në 2025, asgjë konkrete nuk ka lëvizur. Akoma nuk e marr asnjë informat për rrjedhën e asaj se çfarë duhet të bëjë Ministria t'i alokoj parët te komunat e na. Deri në alokimin e parave në përgjithëllogaritë e trafikut urban edhe të sektorit publik, neve me protestat do vazhdojmë njëjtë sikur sot prej orës 10 deri në ora 12. Ndërkohë që institucionet mbajnë përgjegjësinë pezull, pasojat po rëndojnë jo vetëm mbi punëtorët që nuk kanë marrë pagat, por edhe mbi qytetarët që kanë mbetur pa transport. Ju kisha vënë thirrje institucione që janë përgjegjëse për bartjen e mjeteve, që me aloku mjetet sa më shpejt, që mos kesti kanë metën qytetarët pa transport. Situata aktuale po kritikohet edhe nga shoqëria civile. Komuna tashmë ka alokim të mjete, por nuk ka një funksionim të mirë. Pavarësisht presionit për gjatë 2 oreve protest, asnjë zyrtar nuk u paraqit për të dhënë sqarime. Punëtorët e trafikut urban protestën do ta vazhdojnë edhe të martën. Nga e hëna 24 nëntorit, disa nga autobusët e parkuar para komunës që prej asaj dite ende qëndrojnë aty, ndonse pa e bllokuar dukshëm qarkullimin.